agjerimi edhe Kurani do të ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit. Imagjino në ditën që bëhet llogaria vihen peshore. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. E në këtë ditë madhe, thotë Allahu Xheleshanu, do të vendosim peshoret e drejtësisë absolute. E nëse një vepër qoftë edhe sa grimca më e vogël është vepruar e mirë apo e keq, ajo do të vendoset në peshoren e atij dhe mjafton Zoti Xheleshanu si llogaritësi më i mirë edhe si gjykuesi më i mirë për çdo kënd, subhanallahu. E kur të mbaroj llogaria, kur shifet se gjithkush ka marrë drejtimin e vet, aty pastaj hyn në lojë ose hyn në punë ata që ndërmjetësojnë. E thot Allahu Xheleshanu, askush nuk mund ndërmjetësoj atë ditë, nuk bën dobi ndërmjetësim përveç atij që i lejon Allahu Xheleshanu. Aty hyn ndërmjetësim Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që është ndërmjetësuesi më i madh ditën e gjykimit. Me ndërmjetësimin e tij fillon gjykimi, me ndërmjetësimin e tij hapet dera e xhenetit, me ndërmjetësimin e tij pra lehtësohen njerëzit, me ndërmjetësimin e tij falet ummeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Aty ndërmjetësojnë hafizat e Kuranit. Aty ndërmjetësojnë shahidët që kanë dhënë shpirtin për Allahun Xheleshanu. Aty ndërmjetësojnë shokët për shokët e mirë që ja mundson Allahu Xheleshanu. E gjithë njerëzia pret se kush do të ndërmjetësoj për ta tek Allahu Xheleshanu që të ngrej një gradë ose nga xhehenemi të shkoj për në xhenet. Ndërsa një pjesë për njerëzve, të cilët kanë qenë mosbesimtarët, ata nuk ka kush ndërmjetëson për ta. Ato do thonë fama lana min shafi'in. Nuk pas ka askush të ndërmjetësoj për ne.